krijon teprime. Krijon teprime sepse në atë drejtim. Si shkon nga njëherë makina duke e shtuar shpejtësinë edhe pa vullnetshëm nga shoferët. E atëherë ata kanë alternuar dhe kanë sjellë herë të majtën, herë të djathtën. Ajo që është filluar në Perëndim është produkt i të dy këtyre prirjeve, ku pas teprimit nga njëra, populli ka sjellë tjetër. Një popull i mençur nuk ju qëndron besnik ideologjive në vetvete, sepse janë qëllim në vetvete, sepse janë mjet, dhe mjeti nuk mund të ketë qëllim. Pra në këtë kuptim nuk ka një përplasje të madhe ideologjike, por ka përplasje lidhur me interesat e kultura realisht. Për shembull, Shtetet e Bashkuara në raportin e fundit të Departamentit të Shtetit kanë faqen sigurinë, tregtinë në këtë rajon, po nuk kanë problem kush është i majtë e kush është i djathtë. E në qoftë se problemet e sigurisë amerikane i zgjidh në rajon, i zgjidh më mirë një majtë për krajin e të majtë, se nuk është hera e parë që për krajin e të majtë edhe të djathtë, ose e kundërta. Ndryshe është pastaj polemika brenda vendit, ku mund të mendoj se një politikë djathtë tani është e nevojshme për shkak të teprimeve që ka krijuar majta dhe mas 4 vitësh mund ta humbte sepse krijon vetë teprime dhe atëherë krijon situata e favorshme për palën tjetër. Kështu që nuk ka konflikt ideologjik SBA vetëvendosje. Ne bashkohemi totalisht me të gjitha vlerat amerikane, që janë karakteristike amerikane, edhe ata bashkohen me ne në promovimin e këtyre vlerave. Nuk ka konflikte ideologjike, nuk mund të shitesh askujt jam i djathtë ose i majtë, sepse shohin sa ju shërbe, ose sa po vepron në përputhje me interesat, që shërbejnë edhe ty edhe atyre, nuk është po i shërbej atyre dhe jo vetë. Pra në këtë kuptim nuk edhe ky është një problem inekzistent që përpiqen ta bëjnë ekzistent. Përpiqen të krijojnë probleme nga le të marrin për shembull pohimin e Vjosa Osmanit se ka biseduar Albini me Vučićin disa orë pa pranimin askujt tjetër. Edhe duke lënë të kuptohet se është në marrëdhënie të mirë dhe në shërbim të Vučićit. Duke lënë të kuptohet, sepse s'ka vënë ndonjë. Ka në shkencat politike që quhet analizë e kutisë së zezë, black box analysis, ku shihen elementet ku me qenë se studiuesi nuk bëhet pjesë, ta zënë në mbledhjet e Byros Politike të Bashkimit Sovjetik, po ishin të interesuar të njohin politikën e Rusisë në kohën e Bashkimit Sovjetik. Atëherë mbetet vetëm të shohin inputet, do të thonë çka hyn në kutinë e zezë dhe çka del prej andej. Dhe duke parë hyrjet dhe daljet, e merrni në mend se reaksionin që mund të ketë ndodhur brenda kutisë. Sepse kjo ide është metodë që marrë shumë nga kimia. Të them kur fut veç 2 atome hidrogjen dhe fut edhe një atom oksigjen, atëherë se çka ka ndodhur në kuti, e shes se nga uji që ka dalë. Do të thotë që kanë bashkuar, ato kanë prodhuar ujë. Tani në qoftë se aty ka hyrë Albini edhe Vučići, dhe pastaj kanë dalë politikat e Albinit për ta përzënë Serbinë nga Kosova, ose se Vučići ka kërkuar Albinit të lutem mi heq gjitha strukturat e mia atje, ose i ka thonë të kundërtën dhe ky se ka dëgjuar dhe i ka heq gjithsesi. Pra do të shohësh produktin që doli dhe çka hyri. Hyn këta dy bisedime dhe doli vazhdimi i politikave të Albinit kundër strukturave dhe pranisë serbe në Kosovë. Kur them prani është për shembull në tregti ajo ishte në kryet vend nga i cili importoheni me shumë radhë. Dhe ka rënë nga fundi në rajon. Nga produkti, në qoftë se Vučići pas ka thonë Albinit, ma largo Serbinë nga Kosova, atëherë Albini ka bërë shumë mirë që pas ka dëgjuar Vučići. Unë të thosha në vitet 90, me qenë si kisha lodhur njerëzit këtu duke folur për nevojën e luftës kundër Serbisë, pavarësisë së Kosovës, më thonin ajo nuk bëhet, duhet vetëm rrugë paqësore, ja thash vetë Serbia i nxit ngritjet shqiptare që t'i shtyp shqiptarët, ju thash, më thonë UDB-ja, lufto kundër Serbisë, do që UDB-n jo sigurinë e shtetit, që më thotë mos lufto kundër Serbisë.
Pra në këtë kuptim, çka është duke thënë, ajo aty s'ka qenë, se diçka është folë, është prapë kjo pozicioni i black box, por unë shoh çka dodi, vazhdimi i politikave të Albin Kurti kundër pranisë së Serbisë në Kosovë dhe pro diskreditimit të pozicioneve serbe në rajon dhe për politikën botërore. Qofse këto ja pas ka kërku Vučići, mbetet shumë e habitshme që dhe do ishte mirë t'ju thoshte serbëve që Vučići vetë ka kërku ta vrasësh Radojčićin, për shembull, ose ta ndjekësh ose ndoshta më informoj se do vijaj, unë që nga kujtë. Në qofse Vučići qetë ka duke ndjekë këto politika, vërtet atëherë këto politika do i bënin edhe pajtonaj, edhe kundër tij, edhe kundër vullnetit të tij, sepse kjo është në interesin tonë. Kjo është prapë një ilustrim të se si e çordisin të menduarit gjuhën gjithçka, duke lënë në kuptime, duke krijuar insinuata që nuk i qëndrojnë asnjë lloj logjike. Në qoftë se mbas kësaj Albini do kishte heqë dorë nga shtrija e sovranitetit, po do kisha thonë, edhe sikur ta thosh një, do të thosh po, mbas atij takimi ndodhen këto, sepse pas ka të folë vërtet për këtë. Të një rëdi që ka hyrë dhe që ka dojë. Prandaj këto janë, thash, vetëm një folur e që rëditur e opozitës, në gjitha këto insinuata që bëgojnë prishin me Amerikën. Më kujtohet Escobari, kur ndaluan target të tjera, ishte kundër, po paseta Kosova është vend sovran, do ta bën vetë si më mirë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhen vënë në këtë dyshim, që na duan vetëm kur i bëjmë shime Serbisë. Opozita po krijon këtë përshtypje që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përkrajnë Kosovën vetëm në ato aspekte ose veprime që janë në favor të Serbisë. Ky është dëmtimi më i madh që i bëhet imazhit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë dhe që për fat nuk pret. Sepse të krijosh përshtypjen se amerikanët na duan për hir të Serbisë, ky është dëmi që opozita po i bën me ligjërimin e saj imazhit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, më shumë se çdo veprim tjetër që Shtetet e Bashkuara në datit ynë nuk na braktisin, nuk na vënë në dyshim kur shohin se ne po fuqizohemi fjalat i tyre. Sigurisht ka burokrat, teknicien që për hir të karrierës së vet e zgjidhin një problem ndoshta Kosovë-Serbi në favor të Serbisë që ta paraqesin si sukses karrierës së vet. Por kjo nuk është në interes as të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, as të Kosovës, sepse për fatin tonë të mirë, është epoka e përputhjes së interesave tona me Shtetet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara me interesat tona, e as amerikanët nuk janë budallëk mos kuptojnë interesat e veta, kush po ju kundërlihet e kush po i mbështet. Në pritje të zgjedhjeve të 7 qershorit, profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën. Me sinqeritet, kjo ishte ndryshe nga gjitha bisedat që kam zhvilluar, se nuk folëm vetëm për ngjarjet, por folëm për idetë. Të jam mirënjohës shumë për kohën dhe për mendimet që ju ndahet me publikun tonë. Dhe në emër të tyre, unë të falenderoj sërish. Faleminderit.